Përshëndetje teleshikues të nderuar, përshëndetje për gjithë ju të cilët pa durim që po pritni që të fillon starton emisioni Një kafe me mamën. Shpresoj se kalua çaste të këndshme bashkë me Labin, e pitët kafen e mëngjesit Labit, tash është koha e kafes pas ditës bashkë me ne. Unë me njerë si çdo herë që hap emisionin, që filloj emisionin dhe të faleminderoj bashkëpunëtorët tonë, ata të cilët kujdesen për pamjen time, shtëpinë e modës Hera, ashtu dhe Armend Ramadanin, i cili gjithmonë kujdeset për flokët e mia dhe për grimin apo make-upin tim. Unë nuk do të flas shumë, me njerë do të ftoj mysafir që i kam sot. I kam mysafir shumë të dashur nga ana juaj, teleshikues të nderuar. E di që ato ju bëjnë gjithmonë të qeshni, të kënaqeni, ndjeni shumë mirë, po për më shumë do të flasim. Special për ju, në pjesën e parë të emisionit, kam ftu mysafirin nga Kosova, vjen Jeton Zogjani. Apo Hakio. A të folëm kështë si në po, për para. Qishë ja, e mirë, po. Si kalove, a u lovë. Mirë, po folëm i kretë. I folëm, s'ka lidhje folim a për. Haki, mi serdhe. Mirë si u gjitha. Si kaloni? Mirë, falenderoj. Shef, pampire. Po, hajde ollë. Kush është ky? Kush është ky? Se çdo herë në emision kjo unë vjen ka një pacient. Kush e ti? Kjo është Bambi. Ti e Bambi? Po. E qa lifti këtu? Kjo është aty ku jam unë, na shkojnë na paket. Paket e ke, Po. Gjithmonë me vete e ke Bambi. Bigi, më falë, se s'du mu prezentu, në mas pari du me prezentu pak Bambi. Okej, patjetër. Bambi është një aktor i ri tash dhe ka fillu me lujtë seriale Osamir, një personazh shumë i pëlqym, jashtëzakonisht për publikut, edhe një djalë jashtëzakonshëm. Tash e do t'je vazhdan me fol. A të shef tyrën që që përnë dhe që që rrinë? Vazhdan kë vetë me fol, tash e do t'je. Bambi, që që ke emni për një me? Neshat Krasniqi. Neshat Krasniqi. Neshat Neshat. Neshat. Me në të madhe. Neshat Krasniqi, po Bambi. Bambi, ama që Bambi seksi, ko ka ke Bambi? Jo, seksi anë po me qumajizën kështë A pak. për pashtë? Qo pak? Që e pak të shenë Bambi, që? Qere Bambi? Prit Bambi, prit! Bambi! Bambi është kules kej? Kurri! Bambi në kena legjim. Se ve merë këtë Bambi me vete që? Sa, onë e kam qeshë shtë me djenë të rime, sa janë... Me kocka e me trup mirë. Ta janë ardhë mja venit. Adhe në këta kështë nga ka 50 jetë. A i në mirë ju? Mirë, që a e Qka dullë? Unë me ju së më bëj emision, seriose, së mund të parashtroj pyetje. Mundohem parashtroj pyetje dhe me plasim për aktrimin, përse po si i shok, të më tyrë mu më qeshet. Qa? Apo? Ku që lujtët e Osamire? Qishkalova nuk di unë se sa erë ndërpre prej qeshmes time, unë nuk mund që atëri serios. E ju, me njerë, filloj startoj pyetjet, Jeton, si arini, se unë isha aty edhe ju pash juve, si mundeni që të bëni atë serios, kur keni një tekst apo një rol shumë qesharak? Njona prej probleme më të mëdha që e karakterizon të këto serialet komike është e qeshmja. Sepse është një diçka që nuk mund me gjyku njerën pse po qesh. Njerën mund me gjyku për shembull aktorin profesionist, pse si ardhi përgatit në episodin views, se ke mësu tekstin ose për gjona që janë që i përkasin aktorit. Po munal mi thonë pse po kesh, në më është diçka që del mbi natyre, dhe nuk ka sens. Ka probleme shumë dhoja në aspektin e të qeshura. Bile kujtoj një skenë ka qenë që kena mbetë që deri në orë të vona. Ishëm të tregu diçka në gjare me dhampira. Dhe qaq u tregojshin atë në gjare, sa që më rritu me një statë, ku regjisori tha, pe bojmë kështu, tha, del një pjesat tjetër e aktorëve jashtë, edhe të gjirojmë një ka një, edhe domethënë kur kish dialog, mos mi marrë të tjera se e qeshme e madhe. Edhe juve ju kapa e qeshme e madhe. Absolutisht, ishtë diçka e pa evitushme, nuk më ishe me dalë për asaj citate se heno ma së dilke. Më duke shte gjë më interesante kur kisha rolin e gazetares edhe parashtër pyetjen edhe vjen Hakiu, vjen Arif Hikmeti, vjen tjetri, edhe më folin, edhe më këshirin sy. A unë jam vetë një tipi i harreshëm, për natyrës unë vesh qesh, edhe i du njerës komik shumë.
E gjithmonë kom njerëz komik rreth vetes time, këto më këshyrin sy, edhe e folin e bëjnë atë ku mos me ke. Po më Po dhe problemi është i derisa të i jipet të rec kamerës, do thonë aty bëhet shaka e madhe, Po, për shaka e momentin që preket rec. Ajo, jeni shumë profesionalistë atë pash. Se gjatë provave normalisht që ekzistonte qeshja, ajo tallja, po a dhizeshin kamerat dhe këto boshin shëndroshin tip tjetër. A unë dusha të vazhdoj. Hala, edhe i shoh këto ftyrë serioza, më këshyrin, a këndej qas shkretojnë, e me mendë mi abudadhe, mbre këto asaj. Qështë lujnë këshu për me një moment. E vërtet është, me gjitha të ke lujtë shumë bukur. Me nëzi. Me nëzi, të lujtë me... Po, të na e punit në gjithë. E po, u kry, u po. Si dhe që ishte një eksperiencë shumë e këndshme mes juve, mes aktorëve, të mrekullueshëm, që çdo javë bëni këto njerëz aq me halle, me problemet ndryshme i bëni që të qeshin edhe sa të pak me atë kohë që jeni ju në para ekranit ato bëhen ndihen mirë. Unë shpesh herë thëm, Bigi, që është shumë e rëndësishme mi targetu dy pjesë të shoqënisë për me ka një produkt me pas shikueshmëri. Pjesa shumë relevante e shoqënisë tonë janë fëmijët. Po mujtë me kap si target pjesën e fëmijëve, ata janë faktor determinues në për familjet tona. Si pjesë e dytë të targetit vjen pjesa e grave. Është shumë e rëndësishme sepse ato e determinojnë mas fëmijëve. Dhe na gjinia mashkullore ku të nalojnë me këqyrë që të këtyrën bashkëgojle zë kemi. Kështu që na këtë pjesën e fëmijëve e kena targetu mirë dhe po menoj që e ka arrit nivelin e knatshëm të shikueshmërisë dhe ka bo që një pjesë e madhe e shqiptarëve të qeshin kur shfaqet seriale dhe të arktohen me ato pjesë që na i bojna. Këtë pak e Bambi, se shumë urtë të tonet, që i ka marrë muskullat, ishe desh pak sa jem lu, kështu, hala me djale. Bambi, të flasim për eksperiencën tënde në serialin Osamir. Për mu ka qenë spontane takimi me Ardin, skenaristin Ard Islamin, ku në fitnessin ku bënej, dhe ke me ushtru. Ti do me thonë s'ke lidhje me aktrim? Jo. Okej. Edhe tu ushtru me Ardin, unë e vesh e kësha njofë për serialit ma ere që ka rritë të regjimant të trash, pastaj e veta për qatë të bërë të ashtë, më të regoj që është të shrujt, a unë në fakt isha të e këshirë serialin, edhe unë e qysh si fmi kom pas dëshirë me lujtë në për nëj serial ose nëj film që atë që tjetë, edhe a i pa ezitim ma murë numrin edhe unë s'kom besu që më thirën e ere, edhe vesh për më kanë thirë, ka kaldu që me vesh, me kaldu kështë ka me rujt një qeveritar, me thjesha zeza ashtu, i më shku për pak një epizod 2 tash që. Tash sa kohë ka që e? Jëm për epizodës 23, tash është edhe të 4 da u kry. Bravo. Do tash më Bambi u po pjesë integrale e serialit. Bambi pim fitness të anë aktrim. E shesi si djetë jeta? E po fati fatkesia shkojmë paralelisht. Po na, edhe na si pjesë, si kast të aktorëve këna pas fat madh që punojna me Neshatin, sepse është një djalë jashtëzakonshëm edhe për katë shumë epizoda kur së konë nëjherë nëj faktor që e destabilizën shoqërinë, për me gjitha të është shumë i arreshëm edhe sjell frym pozitivitetin në mesin e grupit tonë. Po të flasim për profesionin tëndë? Për profesionin tem, unë miresh me sport? Po, mina me sport, me fitness, po në 5 star fitness, ku njone prej pikav, se janë 3 fitnessa në Prishtinë, 5 starit, jem menager. Po që e parët atyne që ju ke bërë reklamë. Okej, jo, të parët mjapin mu, jo ti. E po një dillën një dhe. Ose me mi po kockat edhe mu. E po, po në vazhdo. Punoj si menager, edhe jam trener personal me disa klienta, kështu. Trener personal i kujt si për shembull? Po kam loj, po njone për tyra, i kam përzime. Lo, që ka i ki përzime, ha? Mos të vinë që vesh me femna po punën, po që i komore edhe djemë. Edhe djemë ke ma. E të byrë publika, a kine shumë? A desha të e ushtroj Kidën. Bashka gjithë. Po, është njona pej këngëtarëve të stradës është Kida. Kida. Ato ko marrë që një muj. Edhe ke arrit nëjë sukses me Kida? Ajo Kida mirë është, e ka konstruktin e mirë, vish edhe punëtore është. A Kida në shkolla i me bo, me kocka,
A të bënë mu në mush në kam. Po, edhe ti mund është që dësh në ke pagojen. Ne ke bolle kom ke. Bolle kom ka. Diqa. Loq kish tash, perfekt. Po, dieta tona si m'japin këto si me kon lopune. Po, mëre. Shtë ndoshta ka konstrukti trupi tipi pa kalë si lopa. Jo, heq mos gabon. Bari të hongër, hamarull, hasalat, haspanak. A keni në i kuna që i ka ra ujku, ja ka hongër lakme. Jo, vla, këtë vjen ujkë të janë delet. Jeto, vesh kur dalë më në mision nuk tonë përshëndetje, vesh të janë nisi me bo Në vetëm prej trenerit u futen Në seriale. Po mendon vazhdosh? Po, që është... Mendon të merresh më seriozisht me këtë punë? Nuk e di, nuk kam marrë edhe pse është një gjë shumë serioze, ti je pjesëtari. është shumë fat me që jemi në seriale ma shikume në vend, edhe është ëndra e çdo kujt që me luajt këtë serial, unë kam pas shumë fat, edhe nuk kam i zgënjy sot jem në serial. Boll folëm, është koha e lojës me kufje, shkëputena për pak dhe rikthehena sërish me lojën me kufje. Jemi pozicionuar me lojën me kufje. Karamel. Jo, e pat t'i ku këto! Ja përvez. Tip. Këto i kam pat t'i ku këto! Jo. E që shetu më një ti mu? Vesh malçoni muzikën sot. E regjia shpejt muzikën. A i nisha? Jo, s'tash më nalë. Bravo! Apo dhomi vesht? Ose muzika, bum. Si mësu. Si mësu, bum. A, ty halal qop? Këtë pëse na po një hile, ja kishë në alëzoni. Një dy copa që të. Një dy copa i kishë në alë, dhe me të parë dhe që shpedi, që shpedi që lanë. Po, unë më isha dhe me lanë këtë dhe në fund. Po, pa muzikë si lëvës, rap, me thonë që kjo koka. Kjo koka tava. Jo, ti odash pak me bëfore, kishë ti me të parën të ti qëllu. Kështu që e vretëm që ka diçka të Po, ja, nuk desha me konë korekt. Korekt në raport me lëvë. Korekt, si erdi drejtë të janë akson. Drejtë qni të ju shku menja. Jeton të flasim pakës për karierën tënde. Po, që vitë mi pak ujtë. Pje. Bikun e kom studium të to, pe zgjeraj pak ma abetin për me dalë dhe të pjesa karierës. Kom studium në Universitetin Shtetëror të Tovës, kom fillu kur ka qenë i pa akreditu, ma vonë tani u akreditu edhe u bëhu shëtë. Dhe kom fillu karierën time në fakt në të Tovë, me disa shfaqe teatrale. Të Tova për ndryshë është njëna pe qytetëve që unë e kam kujtime të jashtëzakonshme edhe pe njëna prej qytetëve shqiptare që du mas shumë ti. Po për besë. Dhe me bo mos me arë të Tovë një anim ujmë ka pyt. Për ndryshë bëjt tifo për Shkëndin, e kom për cilë shumë Shkëndin. Dhe kështë me radhë. Tifo për Shkëndin. Shkëndia. S'moj të me marë titullin si vjetë, me gjitha të vitin tjetër do të marën. Dhe aty kom fillu karierën po flasë prej aktori, aty kom diplomu, ma vonë. Kom përfundu studimet, jam këthy në Kosovë, kom fillu më marë në fushën të cilin kisha studiu. Ka pak me do shfaqet vogla, ka pak kështu të tentu. Dhe ma vonë e bona serialin, ishtë serialin tim që kam qenë producent, aso kohë, Spitalix. Ka qenë një serial shumë i pëlqy, po që vazhdoj një afër 70 epizoda dhe u ndërprej. Dhe ma vonë u mëftun të seriali Osamir, dhe aty tani aktualisht dhe zhvillojmë aktivitetin tonë prej aktorit, që po ka një shikush me rritë mirë. Kryesisht si aktor, para pëlqenjë, më marë kryesisht me sene televizive, që ka të bëj me televizion. Nuk jam shumë dashamir si teatrit. A desha të të pëlqenë më shumë teatri apo televizioni? Po, ma shumë më pëlqenë televizioni, sepse je
shumë më afër me publikun dhe jemi mysafir i paftuar në çdo familje. Një përgjigje shumë e bukur. Po kjo është aja që unë menoj pse unë e du ma shumë, se te puna aktorëve është një lloj smundje pa shpjegueshme. Domethënë edhe po flas edhe te njerëz kryesisht që janë figura publike. Ata kanë një dëshirë të madhe për mu faktorizu, për mu dog, për me kanë në qendër vëmendjes, sepse tonë ajo periudhë gjatë kohore insistojnë ato që mu bë fytyra publike, me kanë prezent televizione, dhe kryesisht tani kur bëhen fytyra publike tentojnë më shef prapa syze, nuk i nevojë se u dash me ditë në fillim kur ja keni soi punë, s'ke nevojë ta më shef. Domethënë kjo është një diçka që neve na përcjell dhe kem qef me kanë më afër publikut, me kanë më shumë prezent. Edhe kjo është arsyeja pse unë du më shumë televizionin se sa të ardhmen. Po bashkëpunimi me serialin Osamir, si lindi, ide kujt ishte që filloi krejt ky serial? Ideja... Leveni nga gjithë trevat. Po, ideja... Gjë që e bën më të veçantë ndoshta serialin. Po, ajo është edhe ketë lezeti asaj pune. Keni flekt në përgjitha rajonet shqiptare. Po, ajo ka shumë rëndësi. Te seriali Osamir, kur e kum pasur serialin Spital X, skenarist ka qenë po e njëjti që e shkruan sot Osamirin, ka qenë Ard Islami. Është një djalë jashtëzakonshëm, një djalë me fuqi, ka jashtëzakonisht, dhe kena bashkëpunu në atë kohë të seriali Spital X, dhe ma vonë, kur kanë fillu, domethënë, idenë për me bë serialin Osamir, që ka qenë ide e Ard Islamit, Fisnik Vejsës, me sa kujtoj edhe Ylber Bardhit, ju kom kujtu mu mëftu me lujt rolin e një politikani që vjen për rajonit Drenisës, që ma vonë ka rezultuar që s'ka qenë. Po jetën ti e me prejardje Drenisë? Jo, unë jam me prejardje prej Fushkosovës. Në fakt jo dhe prej Fushkosovës është një fshat, Harilas Tirët, ball për ball me aeroportin e Prishtinës. Europën e kam shumë afer. 2 orë. Domethënë 2 orë kam Evropën për aty. Megjithatë, jam prej rrafshit Kosovës, si cilësohet e ne, dhe nuk kam shumë të bëj me Drenicën përveç lidhje farefisnore që kemi me Drenicën, dhe që e njohin si mentalitet, si botkuptim që mu më ka shërbi ma vonë për me ndërtu edhe karakterin e Hakiut. Shumica e aktorëve i përkasin njëti qytet, për shembull që luajnë Xhevdeti Tetovës, luajnë Tetovari. Po. Gjakovari. Edhe Gjakovari. Gjakovari, domethënë jena 3 aktorë në rast se zgaboj. Jo, është Lugina që s'është i Luginës, po është i Gilanit. Lapjani nuk është i Llapit, po është i Gilanit. Shkodra nuk është. Lapjani ai çështja. Po, Shkodra nuk është prej Shkodrës, është prej Tiranës që luan Shkodranën. Po mënoj këta jena ata fatzit që se këna pas fatin me kanë për qëti veni, se nashta kështu lujt hala edhe ma mirë. Po çfarë raporte keni mes juve aktorëve? Raportet janë jashtëzakonisht mira. Jashtëzakonisht mira sepse më thon drejtën kur zgjatet një periudhë gjatë kohore, që është seriali Osamir, është problem mi rezistu pa pas ndaj zëng, pa pas po megjithatë. Do ta jo ziheni për lajmi? Jo, shumë rol ose nuk e kujtoj. Nuk e kujtoj. Ka debate tashpra, dhe në qele qojna, po jo më zën nuk ka ndodhë asë njerë. Dëmëdhon, debatojna shumë ashpër, po gjithmonë debatojna për rritë të produktivitet, jo për diçka tjetër. Qysh me dalë ma mirë, qysh kështu, qysh ashtë. Njeriu edhe me familjen e vetë ndodhin këto gjana, kur ju 20 akët terror jeni bashkë, dhe ju jeni kriju, jeni bërë si një familje, aty normalisht që dhe të ketë zanka, çdo njeri nuk ka çdo ditë disponimin e njëjtë, apo karakterin e njëjtë. Është një kastë njerëzve që afër 60 veta që punojnë aty. 60 veta janë... 60 mendje, 60 karaktere. Po është e pamundur, forma organizimit është diçka shembullore që nashta është si model për këtë llojet organizimet që do të më bëjë, sepse aty nuk një detaj për tregoj që është me falenderu shumë Valter Lucajn, që është njëne për producentave të mbrendshëm ato, qaq egzakt funksionon me oraret, me kollshitin që e bën ai, sepse të na nuk flitet me gojë, të na dërgohet me email. Domethënë ti ke marrë kaq ora ki grimin, kaq ki me kanë set.
Dhe kjo nuk krijon konfuzion. Ma qëni mu me email mas një muaj, ju Kjo nuk krijon konfuzion. Domethënë ai që ty të ka po të vjen emaila për ndryshe, nuk ka të kom thonë me ardhën 6 ti ardh 6:15, jo, vjen emaila ndash edhe ndash mësel, po është në përgjithësinë tonë me hap edhe më informu. Dhe ka profesionizëm të jashtëzakonshëm. Po the që ke dhe një televizionin tonë privat. Po. E kam një televizion të vogël, shnosh është një fëmijë i shnosh, ke gjymtyrë t'i ka, me pashe e mirë, me dëgjon mirë, dhe po rritet. Po rritet gradualisht. Apo halitet në herë, ja. Po halitet, ka prishje, ka probleme, ka ngecje, ka vështërsi, ka barkëshitje, ka... Po me gjitha të duhet më marë me to, duhet me trajtu, me gjitha të është një televizion që unë e du shumë, sepse e kom kriju pej, se s'ka qenë, e kom kriju pej zeros. Tash ka një qëshmeri të mirë, quhet Click Channel, pa do është mi bo reklam, po me që ra muhabeti. Dhe jeta jeme kryesisht lidhet me botën mediatike, televizionin dhe kjo është... Po qa ke vetëm... është me fokus lokal, po që shihet në krejt Kosovën. Kem emisione, po lajme, muzik, lajme, filma vizatimor, seriale, qëto senet e përgjithshme që mundohem ka pak më ledhe dhe më mbulu rajonin në Fshkusovës dhe Prishtinës. Po ti po nga tregon e recetë? Ushtrime, Për ushtrime? Thuaj se si duhet të mbanë vjen e trupit një femër apo një një trup shëndosh. Një trup shëndosh, po mire. Për me pas një trup shëndosh, dush më ushqy mirë, me flajt mirë, edhe me ushtru mirë. Normal, ushtrimet vinë në fund, është 70% është mënyra të ushqyrit, tani është 30% treningu. Kryesisht më ikë yndyrna, brumave dhe sheqernave. Pastaj dush mi marë vitaminat, mineralet e shtu. Në hëngër bari. Bari. Ja, nuk është për mund. Thym, cilat ushqime preferohen të hanë? Ushqime që kanë proteine më shumë? Po, kryesisht duhet mi njek proteinat edhe yndyrnat e mira që janë. Kryesisht ve, mish i bardh, perimet, të që janë brokollit e këtu, salatat, edhe një sasi të orizit edhe, se të vinë edhe karbohidrat, duhet... Pa, atë deshe dhe në disa dieta, unë i kon kalu ke dietat, në disa dieta është ndaluar orizi. Ajo që i përket të dietës proteine, dhe me thënë është strikt vetëm protein duhet hash. Po, që se s'merë karbohidrat, normal që jema e loth edhe, se qaj karbohidratit mon ty për më konë ma energji, ma kështu. Orizi dhëtë me marë, unë kryesisht për vetën tem, unë e marë para treningut edhe mas treningut, po unë kryesisht ushoj ka mesi ditës, mrame nuk preferohet shumë se është karbohidrati i ronë. Nuk preferohet, se hargjon edhe në... Se s'ki ku hargjon edhe në flaj. Po, unë kur s'ka ku hargjon, mërë djallë. Mërë djallë, duhetin të unë e ku hargjon. Ku hargjojnë kanë. Nuk o puna përshme ngrej peka atje për hargjën e tjerin t'i përna parë që ki për përkëme. Po me aktrimin, dhe meresh... Nuk e di Do vazhdo të tema po? Këtu një ofertë tjetër pos? Plan ka me shku në fakultetin e edukatës fizike, se më duhet edhe që... Ka me shku në aktrimin e prapë edukatës? Po, ja, më sugot, se startë kalzonë dhe brada. Fakultetin e edukatës fizike, se mos jem edhe në qatë, jem kap qatë deg, po nuk do të thë që edhe në aktrim nuk ka me pas diçka, nuk i djetë tjetës me stafin si këta më kanë shty shumë edhe... Ti e kom shpinën e fort, a? E kom shpinën e fort. Trupin e fort edhe shpinën e kom fort. Na ka neve mas, na dojna... Ta më kanë afru shumë, unë e kurim shku se kom gjohë për kërën, për pas që i kom pa në ekran dhe më thonë, po jena familiarizu me këta shumë edhe më qynë si fëmijë të maj vogli, unë e 25. I vatë. Kom harru kër i kom patë. Kom harru kër i kom patë 25. Se maj men vetën, për paget për 30 që të kënej. Unë e që aty kom me vetë, nuk të shkoj me ma para. Dhe shtë të berem 30 me nejtë. Bigi, shpo të esi emisione, vërme? Qështë po të shkanë emisione? Mirë, që zotit, mirë, super po knashën, shtu vere. Po, jo, shyreta. Shyret i ekranit. Po, do të plani ytë, se po apromi në minutat e fundit jeton. Do të vazhdojnë seriali gjatë sezonit veror, ke ndonjë projekt të ri ndryshe?
Po, jam të punu me një projekt, diçka që ka të bëj me një serial të ri, që është jashtë Osamirit, po unë nuk do të jenë pjesa të seriali, jam të punu për me realizu për televizionin tim, edhe për një bashkëpunim në mes dy televizione, me vazhdu të seriali Osamir, me rrit televizionin Click Channel, me ndërtu me rritat Sabi që kom fillu, dhe kështu. Tani, inshallah na erë Zoti i shnetë, të pa të ba. Inshallah, keni shëndet dhe gjithë mirat në jetë. Ne do të shkëputemi për të pozicionuar të loja me proteine. Edhe shpresoj se kam e të fitu apet Bambi këtu dhe rikëtemi sërish në studio. Jemi pozicionuar të loja me vezë apo me protein. O të mundu ku ndash se kam e fitu apet. Urime. Kërë të shkuri? Ja, one po tentoj, po pidho zor, po s'kam të hotë. Do t'ju lusë që të matim kohën për 2 minuta, se kush dhe thonë më shumë ve. Shif, kretë kush vinë këtu, mlazdrohen. Unë s'pëmoj, pika fshoj, pise. Qërimi i saj dojë është shumë. Me kap ve. Me shti. Edhe me shti në kohë, kretë komplet. Me nërë me thonë. S'mi s'ka i bënë vozë të zanë. Këshyre, se s'mu i me volë, edhe startojmë. Shkojmë. One me njëherë nuk mëj, po me 2 herë e qaj. Jo se plasi me njëherë. Jo e qishe dhe me kup. Në kohët me njëherë. Bile me 3 herë po dashka. Ba mi bresh. Po këtë të kam zmej. Dhe i hongre. 2. Jepi, O, kështë më jetë me hongre pak drejk. A e shep me far drejke ju presë me vo. Hajde jeton. Unë nuk njëhin atë që ha shumë. E lo, që këmë revohet. Opa! Bravo! Ku pëllën më, e? E shë Bambi? Një dhe ma të vogën. Një ma të vogën. Krejt. Mos të lejnë atje. Që aty? Aty! Ej, apo dhe Bambi? Pës më mundet me lërit. Edhe që me ndonë për serialin... Që qo? Që... Sa dojë hongre? E të rejta, ka të da? 4 ta. Dhe dhe për të shika për ta nga një shtyper vu. 4 dhe. Edhe sa, sekunda kemi. Ja, fitoj. Fitoj! U kry, prit një vapi ujtin. Nuk e pas në provu në herë. Të regom drejt se jetë sportist, përbiu një herë. Sa po, ke hangër mas shumë ti? Më në ven, 12. 12 zime. Me gjithë kuqen apo vetëm bardhën? Jo vetëm bardhën me 2 kuqe. Qa ki? Ka bëj ka smerën 12 Allah. 12 Allah. Du të ma lënë auto ambulancë para deres. Ambulin, Me ambulancë. 2 kuqe. 2 kuqe? Në më thonë 2 kuqe, 10 vetëm bardhën. 12 krejt, e për 12 dhe 2 kuqe. 2 kuqe dhe të barë. 12 bardha, 2 Pak që të smara vesh, po. 12 soba i ka hongër gjithse, 10 vish të barë, 2 kuqe. Vetëm kuq me atë. A të ashtu? 12 se dhe 12 atë gjithë të bardhë, në ato dhe më hongër, e për 2 kuqe. Okej. Si të qofti, diçka. një tabëll vo po ta jap falinderi që ishe pjesë e vizionit me një tabëll vo të përcjellim për Kosovë. Shumë i madhë, në. Faleminderit shumë, Bigi.
Zemrat e mia, ju faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Një kafe me mamën. Tu mbaroi pjesa e parë e emisionit tonë. Unë do t'ju përcjell juve dhe do të kthehem sërish këtu në studio me teleshikues. Na të falenderojmë shumë dhe po na bëhet cefi që ke bënë emision kaq mirë. Po në qiell të pofsha. O, amin inshallah edhe ty. Çka kena me thonë dërëzem. Amin inshallah. Faleminderit shumë. Amin. Faleminderit shumë për mua, ka qenë hera e parë te ti, edhe kon kënaqësi. Kam edhe dita e treta. E katërta, pesta. Shifemi. Teleshikues të nderuam, ndajemi për pak kohë dhe kthehemi sërish në studio me mysafirinë e radhës.